Kanë dalë për shembull eksponentë asoj qeveri atëhershme, për shembull qoftë Bajram Rexhepi, qoftë Hashim Thaçi, qoftë Isa Mustafës, dhe kanë thënë që ja lejmë drejtësisë. Po kundëroj diskursi edhe në skenën politike, po edhe ndaj medjave, kur erdhi lëvizja vetëvendosje në 2010 dhe kur e pam që eksponentë të lëvizjes vetëvendosje i thonin kryetarit kuvendit, ti je një kriminal, atë që e tha Halili me të drejtë. Po, më rrinë deri në pikën ku sot një zëvendës kryeministër, një kryeministër i eliminon nga komunikimi media të cilat kanë frekuenca nacionale, që është Kanal 10, ose edhe televizionet tjera, dhe shkon në një medium atje të stogut, duke ignoru, shkon në për intervista jashtë Republikës të Kosovës, pra dhe vina në pikën kur një deputet, për shembull, Pari Mollurit ka mujtë me thonë zotëri po më ofendon, do të ushtroj pa di, po të ishte elekuent, po të kishte diskurs normal, por i thosh të qyp. Prandaj, kjo qeveri dhe kjo klasë politike, jo që e ka polarizue shoqërinë kosovare, por i ka vendos në rrezik jete edhe vetë gazetarë, shoqërinë civile, neve që flasëm se pse mundet dikush i bindur atje, s'pa thëmë patron, po militanti thekuri Albin Kurti dhe mundet edhe me sulmu fizikisht, mundet nështë edhe me të vra. Prandaj ky diskurs duhet të ndërpritet. Zeqiri, a ka shkëputje të shoqërisë civile dhe të opozitës nga kjo betejë, pa themi, e mediave që po e shohim? Ose, a duhet që media të kapim bajrak kundër një lloj të qeverisës, çfarë është ajo e Kurtit, që është qeverisje populiste, por edhe që nuk i pretend dot betejave, për konfrontimeve. Zotë Arben, mediat... Natyrisht, për qëllime elektorale, sa ata nuk është janë të luftu për me shliru edhe njerë Kosovën, po për qëllime elektorale. Sepse u qu zëvendës kryeministër edhe ministri, kjo tash kryetari i zgjedhur i Mitrovicës me kontestues që është me këtë proces të kontaminum të votimit, tha po demolon hibrida, që tha? Shkoklon. Po shkoklon hibrida, e nxit dhunën, e nxit gjua toksike. Që të me thomi shkoklu? A barë në blerim, a të që të me thomi shkoklu? A të që të me thomi shkoklu? Mi shkoklu i bjen me rrej me stupt, mi shkoklu është ministrin me rrej me stupt.